Ose drejtori i përgjithshëm, zotja zëvendësore. Në rast se personali ditës shënore Tadeu ndodheni preso. Raporton Drejtues Konstanaç. Të dashur familjarë të kolegëve tanë të shtrenjtë, të nderuar zëvendës ministre, të nderuar partner, të nderuar kolegë, të ftuar dhe pjesëmarrës. Sot nuk jemi mbledhur thjesht për të kujtuar një datë. Jemi mbledhur për të përkullur para një mungese që flet më fort se prania jonë. Para një heshtje që nuk është boshllëk, por amanet. Para emrave që nuk janë vetëm të gdhëndur në pllaka përkujtimore, por të skalitur në ndërgjegjen e një kombi që nuk duhet të harroj kurrë se siguria e tij ka pasur dhe ka një çmim njerëzor. 5 maj, dita e dëshmorëve të policisë shtetit dhe Tadeut, është një ditë ku uniforma nuk shihet vetëm si detyrë, por si betim, si një vijë e padukshme mes jetës së zakonshme dhe sakrificës së jashtëzakonshme. Dëshmorët tanë nuk ishin statuja, nuk ishin figura të largëta nga jeta. Ata ishin binënash që i prisnin në prag, ishin baballar që nuk arritën të ktheheshin për darkë, ishin bashortë që lanë për gjusëm një fjalë të butë, një premtim të pambajtur dhe një ëndër shtëpie. Ishin prindër që nuk arritin të shihnin fëmijët duke u rritur, por u lanë atyre trashëgimin më të rëndë, por më fisnike, emrin e nderit. Në historinë e çdo kombi ka njerëz që nuk kërkojnë duar trokitje, por lën pas dritë. Dëshmorët e policisë shtetit, një erazi Tadeut, janë ata njerëz të rrallë që në çastin kur jeta kërkoi prej tyre zgjedhjen më të pamundur, nuk zgjodhën veten, zgjodhën ligjin dhe detyrën, qytetarin dhe shqipërinë. Prandaj, sot përpara familjeve të tyre ne nuk mund të flasim me fjalë të zakonshme, sepse dhimbja, krenaria dhe mungesa që mbani në shtëpitë tuaja nuk është e zakonshme. Ju familjarë të dashur të dëshmorëve, jeni pjesa më e heshtur dhe më e madhe e kësaj sakrifice. Ju detyrojmë jo vetëm respekt, jo vetëm mirënjohje, por kujdes, prani, dinjitet dhe kujdes të pandërprerë. Ai i përket flamurit, ai i përket çdo qytetari që jeton në paqen që ai mbrojti. Për çdo punonjës policie sot kjo ditë është edhe pasqyrë, edhe thirrje. Pasqyrë për të parë se çfarë peshë ka uniforma që ne mbajmë. Thirrje për të mos harruar kurrë se autoriteti pa njerëzillëk bëhet i ftohtë, ndërsa ligji pa shpirt bëhet edhe më i largët. Policia e shtetit nuk është vetëm forca që lufton krimin, është edhe dora që ndihmon të moshuarin, fjala që qetëson qytetarin, prania që rikthen besimin, syri që vigjilon kur të tjerët pushojnë. Dëshmorët tanë na mësojnë se uniforma nuk nderohet nga grada, por nga karakteri, nuk ndriçon nga metali i stemës, por nga morali i njeriu që e mban. Nuk bëhet e shtrenjtë nga ceremonia, por nga gatishmëria për të qëndruar aty ku rreziku është më i madh se frika. Sot, kur vendosim kurora, kur ulim kokën, kur shqiptojmë emrat e tyre, nuk kryejmë vetëm një ritual. Ne rinovojmë një kontratë të pashkruar me kujtesën, një kontratë që thotë nuk do t'ju harrojmë kurrë. Nuk do t'i lëmë emrat tuaj të zbehen, nuk do t'a lejojmë kohën t'i mbulojë gjurmët tuaja me plurin e indiferencës. Sepse një shtet që haron dëshmorët e vet, varfëron shpirtin e vet, ndërsa një shtet që kujton me nder, ndërton mbi sakrificën e tyre një të ardhme më të drejtë, më të sigurt dhe më njerëzore. Në emër të policisë shtetit, sot shpreh përuljen më të thellë për të gjithë punonjësit e policisë që dhanë jetën në krye të detyrës. Por ata u nisën në mëngjes me uniformë dhe nuk patën kohë të thoshin lamtumir, por u kthyen në përjetësi me flamur, duke lënë pas një mesazh që nuk shohet, se detyra kur vishet me ndershmëri bëhet më e madhe se sa jeta. 5 maj nuk është një ditë rishtimi, është një ditë krenarie e mbushur me dhimbje, dhe dhimbje e mbushur me krenari. Të dyja njëkohësisht, të dyja pa kompromis, sepse 231 dëshmorët tanë ranë në këmbë dhe ne që jemi pjesa e policisë së shtetit kemi një detyrë të vetme, të mos përkulemi kurrë. Le të jetë kujtimi i tyre jo vetëm dhimbje, por busull, jo vetëm ceremoni, por ndërgjegje, jo vetëm histori, por frymë. Lavdi dëshmorëve të shtetit dhe të Tadeut. Nderimi i përjetshëm familjarëve të tyre. Faleminderit.
I përjetshëm qoftë kujtimi i dëshmorëve të